kjo është karma. Po, jo, më thënë, është shumë popullore, shkak pasoj, po është shumë edhe më e thellë. Pra janë të gjitha ngjarje që neve na ndodhin dhe na lën gjurmë, dhe këto ngjarje që na lën gjurmë, neve marrim një vendim, sepse është çështje edhe zakonesh. Pra neve do bëjmë automatikisht atë që kemi mësuar, atë që na vjen vetvetiu, apo do e ndryshojmë këtë rrugtim karme për mirë. Pra neve kemi dy opsione. Prandaj thuhet ndonjëherë merr fry, mirë, që të qetësohet mendja dhe të marrësh një vendim më të mirë se çajo që të thot automatikisht mendja. Nëse dikush pra mua tani më bën keq. Unë automatikisht duhet t'i bëj keq, apo të mendohem për këtë njeri që pse erdhi kjo keqdashje për mua. Pra, kjo është dhe empatin tani për të kuptuar. Kjo është rrugtimi i karmës, pra që ne e ndryshojmë me vetëdije karmën. E ndryshojmë karmën me vetëdije. Patjetër, ne duhet ta ndryshojmë karmën me vetëdije. Ndryshe automatikisht ne do të na vijnë gjërat ashtu siç i kemi.